Ardian Ismaili do të ndryshojë skuadër gjatë verës pasi marrëveshja e tij me klubin e Empolit përfundon në mbylljen e muajit qershor, duke e bërë mbrojtësin e kombëtares shqiptare një lojtar të lirë. Normalisht një situatë e tillë e futbollistit kuqezi ka zgjuar interesimin e shumë skuadrave, të cilat janë të gatshme të lëvizin për të siguruar firmën e mbrojtësit që do të transferohej si lojtar i lirë. Në ditët e fundit u përfol për një interesim të vazhdueshëm nga klubet turke, me Beşiktaşin fillimisht e më pas me Trabzonsporin që kishin bërë hapa para duke kontaktuar me përfaqësues të futbollistit për firmën. Të dy klubet duan të kthehen në pretendent për titull në Turqi dhe e shohin Ismailin si një emër që mund të ndihmojë drejt këtij objektivi. Por dje mediat italiane kanë shpjeguar se Ismaili mund të zgjedhë të qëndrojë në Itali pasi një klub me shumë emër i ka bërë një ofertë konkrete. Qendërmbrojtësi ka marrë ofertë nga Lazio që është gati të ofrojë atij një kontratë 3 vjeçare. Palët raportohet se janë në bisedime për qëndrimin në elitën e futbollit italian me një rol protagonisti në një ekip të madh, padyshim që tundon Ismailin, i cili mund të zgjedhë pikërisht këtë alternativë të fundit si atë për vijimin e karrierës së tij.